Përshëndetje miq të dashur. Shkojna me videon e radhës prap për Hysén Berishën, sepse e ka marrë një kritik nga ish ushtari i UÇK-s, bravo i koft. Por shkojmë të ndëgjojmë fjalimin e Hysit edhe një herë, edhe kritikën në fund. Shkojna miq. E dyta, jo, nuk ka këtu. Falni. Mirë, lutem mos e ndërprej, mos e ndërhy, shëno më smajshme. Peshejo ardh për Amerikë për me fol. Ky e ofendon. Se kam hyrë dhe kam pa opinionin dhe Vjosa Osmani fiton 80%. Gona. Ose e pyete këto konkretisht kush kish me fitu. Çon do ta them. Të gjithë ata që s'kan asgjë trashëgimi nga pjesa që quhet luftë, as morale, as luftarake, nga pjesa që quhet luftë. Që ta fitojnë sot. Thujem pse? Sepse kur kemi hyrë në luftë, zoti Prasheva, kemi hyrë 0.28% e 2 milion banorëve. Na kanë mbështet edhe 9% që jemi 10%. Zoti Prasheva në 90% tjetër, 40% apo 40%. Kemi thënë komandanta? Janë njerëz që kanë përjetuar luftën. Në brenda këtij notë 60% as se kanë dosht, as se kanë përkrah, e kanë etiketuar në forma ndryshme, në gjitha format më të shëmtuara. Këta 60% miq të dashur jemi ne të vës. A peshene miq të dashur çfarë ofendimi është kanë bën. E na nuk po ofendojmë kur gjë, s'pëthojmë kur gjë. Se për në fund punë për vetë e ka. Por ish ushtari i UÇK-s i vërtet aja tregon vërin këtij stash. Po shkojmë edhe pak të ndëgjojmë. Sepse Qyteti Beogradi ka bën ajo konjunkturë njerëzve. Dhe sot në Beograd kemi fituar ne 0.28%. A dini pse? Se mjeti i luftës ka qenë arma. Po çish kishe mund me fitu ti bre? Mos i shkon diaspora? Hajt, çish. Çish kishe mund me fitu ti mos i shkon diaspora me pru armatim, me pru donacione, me pru pare, me pru krejtësenet. Ti e dalë të me shit, s'po thom atë fjallën që s'folet. Shkojna miq? Edhe sot e kësaj dite fitojmë sa herë hym çaj në 0.28%. Kurse sot, gjithmonë ka me fitu çaj 60%, 90%. A dini pse? Sepse mjeti i luftës sot është vota. E vota është e barabartë dhe ati me cilin do Po normal o e rënë. Normal që është vota. Vota e lirë demokratike. Sepse lufta o kry që 26 vjetë. 1. 2. Ti se ke pas venin politik hiq. Absolut. Ti ki venin në ushtri. Po me këto fjallë që për folë ti se ki venin kërkon. Ti se ki venin kërkon. Se ti pas ke luftu vetëm me vjell. Me përfitu vetë. Me i fendu popullin kush s'është me ty. Kështu që na nuk po të ofendojmë ty, s'po të ofendojmë, mos e bo zot. Amo, mos e bo arrogant. Se meritin e merë stash, a pe Amerike, i shtari. A ta të regon verin ty. Me shkollë, jo me ofendime. Me shkollë, o ignorant. Nuk bon kështu, me përqa popullin. Jo na po, jo. Jo po, na jo. Nuk bon. Dhe me konë tonë. Sidomos kur është çështja kombëtare. Shkojna miq? Në Kosovës, prej këtu e dhe këtu du gjena e tjetër. Tra Mushkadine ku t'kishje. Prandaj fitojnë sot. Dhe sot pikrisht për këtë arsye jemi në rrezik. Se s'ka legislacioni dhe sot në institucionet e Kosovës ke figura të cilat po t'kishte legislacioni. 80% e tyre s'kan mundësi me konë as në parlament, as në qeveri. Kjo është arsyeja pse fitojnë. Pse ka nevojë një ushtari i UÇK-s, ish ushtari i UÇK-s me orë me një parlament? Ku ka venin ushtari o Berish? Ku ka venin? Në parlament, a ka venin në ushtri? A për rogë drunit të eqa, jo.
Ama një vend në botë që ju kry lufta 26 vjetë, edhe hala sënojnë luftarët, ish luftarët e luftës jenë në parlament. U analfabet. Ama një vend botë, jo dy, veç jo. O profiter. Shkojnë amiq? Sa Osmani, po ja bot biografin, të hyfë në parlament, në institucionet Kosovës, kur unë e vemnin tim Milan edhe foli serbisht. Jo, Zoran në lirisht. Ato po të garantoj. Nash Milan, nash Zoran, nash Pancho, Mancho, qysh dush në. Qysh fare ofendimi bon, presidentës të vanit. Tani? Shkojnë amiq? I ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hafir Hoxha, ka reaguar sot në deklarat. Hafir Hoxha, është që këj në runi. Kush nuk e njef, që shme qitë ma mjetë co, që këj. Ish ushtari që kësë. Shkojnë amiq? Dhe qëndrimeve të Hysem Berishës, duke shprehur shqetësim për ndryshimet radikale Gojnë. në orientimin e tij politik. Me një reagim të gjatë në Facebook, Hoxha thekson se Berisha po përdor gjuhë përçarëse dhe etiketa ideologjike që mund të rrezikojnë stabilitetin e vendit duke ndarë qytetarët me patriot dhe jo patriot. Hoxha argumenton se historia e UÇK-s nuk mund të interpretohet me logjik partijake. Merë mësim, o Dhe koktrof. respektit për institucionet dhe sakrificën kolektive. Ai shpreh gjithashtu në favor të rizgjedhjes së presidentes Vjosa Osmani Nga Amerika. në pa cilësitë e saj profesionale, përvojën institucionale dhe orientimin pro-evropian. Hysem Berisha nuk dua polemik, por kam arsye të mos rri pa reaguar. Jam mjaft i qartë. Qëndrimet e tua politike, sidomos pas angazhimit në PDK, kanë befasuar shumë prej nesh, ish pjesëtar të UÇK-s, koleg në TMK dhe FSK dhe drejtues të LDK-s. Gojë. Ndryshimi yt është i dukshëm dhe radikal. Gojë Në një UÇK rand. ke qenë në komandën e oficerëve të shkolluar ushtarak dhe ke përfituar nga përvoja e tyre. Atëherë. Më vonë edhe në TMK e FSK ke ndërtuar një uri e autoritet. Prandaj sot është e pakuptueshme pse shfaqesh si militant ekstrem me gjuhën përçarëse, arrogante dhe presion ndaj bashkëbiseduesve. Në debatet e fundit, veçanërisht kundër presidentes Vjosa Osmani, po abuzon me shifra zgjedhore, duke i ndarë qytetarët në patriot dhe jo patriot. 60% e votuesve të VV-s, ti e teketon si antikombëtare kundër UÇK-s dhe rini e komunistëve, ndërsa votuesit e PDK AK si të vetmit meritor. Kjo logjik është e rrezikshme përçarëse dhe destabilizuese Bravo. dhe i shërben narrativës serbe kundër Kosovës. Shpesh abuzon në debate me individ, intelektual, aktivistë ndryshëm duke i bërë presion, ofendime dhe mosnjohjes të vlerave dhe meritave të tyre në limit e caktuara. Aktivitetet e tyre intelektuale, diplomatike, lobime, donacione, organizime me protekst tëndin se asgjë nuk është ajo, nëse nuk e kanë marrë pushkën në dorë. Nëse kjo logjik vlen, atëherë çfarë do të thuash për dhjetra komandantë dhe oficerë të UÇK-s që ishin të shkolluar në akademitë ushtarake të ish APJ-s. Të gjithë ata, sipas rregullave të kohës, ishin antarë të lidhjes komuniste të APJ-s, përfshirë edhe komandantët që të kanë komanduar ty. Kemi diku 110 deri në 120 e prorë ushtarak shqiptar në UÇK, ku asnjëri nga ne nuk kemi mund të diplomojmë pa u bërë antar të lidhjes komuniste në APJ, qoftë ajo 2-3 ditë para diplomimit, që zakonisht ndodhte me ne shqiptarët, ku po i rendit ti këta ushtarak, shumë nga ta dëshmor, po i rendit familje dhe fëmijët e tyre, në anën e Vjosës e Albinit apo diku tjetër. Pasi anën tënde nuk mund të them sepse askush nuk e kemi tani më të qartë. Pra kjo tezë nuk qëndron. Historia e UÇK-s nuk ndahet me matematikë partijake, dhe as me etiketime ideologjike. Kosova nuk ndërtohet me përçarje, por me respekt për të vërtetën, për institucionet dhe sakrificën kolektive. Bravo. Tenali këto. Miq, andë gjut. Hysem Berisha ndëgjove, çka është luftëtari i vërtet, që ka luftu me zemër e me shpirt e pa interes. Ky është luftëtar. E jo ti profiter. Ti po tregohesh profiter. Është turpmetar. Dëshmetar turp. Me të vërtet dëshmetar turp. Ta tregoj vendin shumë mirë. Shumë mirë ta ka tregu vendin. Ndash kuptohe, ndash mos e kuptohe. Ndash dhe le të dhem, ndash më të dhem. A mo ta tregoj vendin shumë mirë. Është ushtari i vërtet. Ta mon që duhet. Zemër. E jo një profiter si kur ti. Kështu që miq të dashur, kjo është video
Zoti i rujt. Zoti i rujt njerëz të mirë gjithmonë. Atje ku janë në këtë globin shqiptar. Rreth popullit shqiptar. E mirë po ofshin në vizë të tjera.